Gjermania po shqyrton mundësinë e bojkotimit të Kupës së Botës 2026 si një mjet i fundit presioni, në rast se Shtetet e Bashkuara do të aneksonin Groenlandën. Sipas Jürgen Hart, përfaqësuesi bllokut CDU-CSU dhe zëdhënës për politikën e jashtme i Partisë Kristian-Demokrate, një bojkot i tillë do të shërbente si një levë politike ndaj presidentit amerikan Donald Trump për çështjen e Groenlandës. Në deklarata për gazetën gjermane Bild, Hart ngriti mundësinë që Gjermania të mos marrë pjesë në Kupën e Botës 2026, e cila do të zhvillohet në SBA, Kanada dhe Meksik. Ai theksoi se një vendim i tillë do të merrej vetëm si zgjidhje e fundit. Braktisja e turneut do të konsiderohej vetëm si masa e fundit, në mënyrë që Trumpi të kuptojë rëndësinë e çështjes së Groenlandës. Presidenti amerikan e ka bërë të qartë se sa shumë rëndësi ka Kupa e Botës për të, u shpreh Hart. Në të njëjtën kohë, Berlini shpreson që çështja të zgjidhet përmes kanaleve diplomatike brenda NATO-s, pa përshkallëzim të mëtejshëm të tensioneve. Nga ana tjetër, ministrja gjermane e sportit, Christian Schenderlin, gjithashtu nga CDU-ja, nuk e mbështeti drejt për drejt idenë e bojkotit të Kupës së Botës. Ajo deklaroi se një vendim i tillë i takon shoqatës gjermane të futbollit dhe FIFA-s. Kupa e Botës 2026 do të zhvillohet nga 11 qershori deri më 19 korrik në 16 qytete të SBA-s, Kanadas dhe Meksikës. Gjermania është kualifikuar tashmë për turneun.